për të shpëtuar provokimeve, vendosur të kjo. Apo ka që njerëzit Po do vinë njerëz, do t'i flisnin, do kërkonin armiku, dhe ai donte të mos kishte të bënte me njerëzit. Ka thënë këto, ka bërë këto. Do t'i shtremronin gjërat. Ai mendoi, më mirë të ruajmë nga kjo, si bari nuk do shikoj njëri fare me sy. U bë bari me vedia. Do bëhen bari tha, do shkoj me dhen në majt mali 2000 metra mbi nivelin e detit. Më thoshte çohesha në 5 të mëngjesit, hipja malit deri ku ishin rreth, le të themi që preknin majën e malit, e tha ndihesha shumë mirë, se bonte ngjitje 1 orë, 2 orë, 3 orë, ishte pjesë më të madhe të kohës që duke ecur. Dhe kur është kthyer nga internimi e mbaj mend se sot me një trup, domethënë jashtëzakonisht të mbajtet njeriu që është marrë me sport. Ishte shumë i mbajtur në moshën 60 vjeçare. 60 vjeçare, sepse ai në këtë kohë rinte në mal tërkohës me bashkëtim, lexonte, vazhdonte jetën aktive dhe vetëm me kafshët, jo me njerëz. Një bibliotekë të jashtëzakonshme. Ku e ka? Kur e çuan në internim, gjysma ose çereku asaj pakën libra shumë interesant kanë qenë në shtëpinë time. Unë i mbaj mend se i kam parë, një pjesë jam munduar të lexoj, të shikoj diçka shumë interesante. Pjesa më e madhe e librave ishin në frëngjisht. Kishin italisht dhe rusisht, po pjesa më madhe në frëngjisht. Andi, po ti e pas ke historinë e filmit në shtëpi. Dakor. Po është histori, nuk besoj që është vetëm e famajt kjo ose e imja. Pjesa më madhe e familje të vjetra kanë të paktën një fenomen të ngjashëm, është pjesë e procesit të emancipimit të shoqërisë shqiptare. Nuk është asgjë e keqe, na ka ndodhur, a kemi kuptuar gjë? A kemi mësuar gjë?